Jemi në korridorin e 8, në një nga kantierët e fazës së 3. Ashtu siç prezantuam dhe dje, ky është një nga korridoret më të rëndësishme të infrastrukturës rrugore, do të jetë edhe kurudhore në të ardhmen. Është ndarë në 3 faza. Kemi fazën nga Elbasani deri në daljen e re kufitare pra në urën e Bushtricës. Kemi bypassin e Elbasanit, që është faza e 2, dhe kjo është faza e 3 nga Elbasani në drejtim të Rogozhinës. Kemi thënë disa herë që këtu punojmë në kushte më të favorshme krahasimisht me fazën e parë, pra nga Elbasani në drejtim të urës Bushtricës, duke qenë se atje gjeologjia është komplekse, edhe veprat e artit janë shumë më intensive për sa i përket tuneleve, urave, viadukteve e tjerë, ndërkohë që këtu, edhe siç e shikojmë, ndodhemi në një gjeologji lumore, duke na dhënë mundësinë që të ecim shumë shpejt. Janë 40 kilometra në këtë fazë të tretë, ne punojmë rreth në 20 kilometrat e parë, duke qenë se kemi filluar nga Elbasani deri në ktesën e Cerrikut e më pas nga Cerriku, Papër dhe urën e Grykshit. Këtu jemi në pjesën e tretë pra të kësaj faze të tretë dhe është një kantier i cili ka ecur të mirë, është një kantier i cili unë besoj që do të jemi brenda të gjitha afateve kontraktuale dhe dorëzimi i tij do të jetë brenda 18 muajsh. Të treja kantieret dhe 3 plus të tjera në këtë zonë ecin që të gjitha me të njëjtin ritëm paralel, kështu që ne besojmë që në pranverën, pra si sot një vit, në pranverën e vitit 2026, këto 20 kilometrat para të fazës së tretë korridorit të 8 do të jenë të dorëzuara. Korridori 8 është autostradë, ka një gjerësi për 26 metra shkuar, 2 korsi kalimi dhe 1 korsi emergjence, duke përballuar kështu një fluks, po themi rreth 40.000 mjetra për 24 orë në kushte normale. Punimet kanë ecur në ritme shumë të mira, problematika nuk ka, traseja pothuajse është hapur e gjitha dhe trupi i rrugës është realizuar rreth 50% të totalit. Kështu që në fund të vitit presim që gjithë trupi i rrugës të jetë i përfunduar, veprat gjithashtu po ecin me ritme të mira, janë 6 ura të mëdha që kalojnë lumin disa herë. Këtu kemi një urë 320 metra, janë ndërtuar bazamentet. Shpejtësia e projektimit kryeministër në gjatësinë e korridorit të 8 në fazën e 3, pra nga Rogozhina në Elbasan, është 140 km, ndërkohë që shpejtësia e lëvizjes do të jetë 130 km sipas kodit rrugor. Pra është parametri më i lartë i shpejtësisë i ndërtuar deri më sot. Çka është e rëndësishme që duhet ta themi, ne kemi parashikuar që menjëherë pas përfundimit të futet në monitorimin e qendrës kombëtare të monitorimit trafikut. Kemi thënë që do jenë 200 kilometrat e para të monitoruara, po sigurisht korridori 8, duke qenë se ka edhe parametra shumë të lartë shpejtësie, do jetë nga fokuset e parë që ne do t'i japim direkt me hapjen. Këtu kemi 2 bankina nga secili krah për lëvizjen e shpejt, por plus edhe një bankinë tjetër e cila është bankina e emergjencave që i bën me 3 korsi lëvizje që të dyja krahët. Ajo që duhet pasur parasysh është që ky është një program masiv i infrastrukture i cili po bëhet realitet fal pozicionit të ri që Shqipëria e fituar edhe në kuadër të fondit të investimeve Ballkanit Perëndimor, edhe fal rritjes domethënëse të cilësisë projekteve, por në të gjitha rastet, sot për sot, mbështetja financiare e programeve të Bashkimit Evropian për Shqipërinë mbetet 90% kredi, natyrisht kredi e butë nga bankat Europiane të zhvillimit, por kredi. Edhe hekurudhët, që janë një pako e re që është hapur tani më, janë po ashtu në këtë kuadër. Me hyrjen në Bashkimin Evropian, jo vetëm që mbështetja financiare rritet në mënyrë eksponenciale, ose të ndryshe nëse deri tani ne kemi marrë një mbështetje
pak më shumë se sa, diçka më shumë se sa 1 miliard. Me Bashkimin Evropian marrim diçka më shumë se 1 miliard çdo vit, por shumë e rëndësishme, 90% e mbështetjes për një vend antar nuk është kredi, po është grant, do me thënë është fond solidariteti i vendeve kontribuese për vendet përfituese, siç do jetë Shqipëria. Kjo është shumë e rëndësishme. E kuruta e koridorit 8 sapo nënshkruam, do të them, pjesën tjetër, pra të Rrogozhin Durrësit, kështu që jemi në fazë të mirë tashmë dhe presim që të mbarojë prefizibiliteti i Rrogozhin, sepse shkon gjithë një segment pastaj. Nga Rrogozhina deri në Pogradeci do jetë segmenti më i madh dhe me firmosin e fazës të prefizibilitetit e pranimin nga ana jon, pra nga projekti që sjell WBIF-i, atëherë procedojmë për negociatën e financimit. Ne i kemi tashmë, i kemi marrë kryeministër premtimet edhe nga komisioni, edhe nga WBIF-i që e kurutat do të jenë financuar, duke qenë se kemi treguar edhe kapacitete përpunuese për sa i përket ndërtimit dhe ndjekjes të gjithë projektit të Tiranë-Durrësit, kështu që nëse do të kemi performancë të mirë edhe me Vor Hanihotit, e cila nis në 3 mujorin e fundit 2025 si kantier, pasi janë përmbushur të gjitha fazat e tjera, unë jam shumë e sigurt që tashmë edhe në kantierin e Vor Hanihotit ne do të kemi të njëjtën performancë të stafeve tona, kështu që do hapet rruga pastaj për të vijuar me gjithë projektet e tjera.